Arben Kurteshi është krijuesi nga Gjilani, i cili me profesion është ekonomist dhe jeton në Zvicër. Deri tani ka të botuar libra të Tingujt e zemrës 1 dhe 2, Përmbledhje, Tingujt e zemrës, Pak filozofi, Shfaqje teatrale, Macja e artë dhe shtriga dhe Plisi. Tani me ne është autori këtyre librave, zotri Arben Kurteshi, me të cilin do të flasim për krijimtarinë e tij. Zotri Arben, mirë se erdhe dhe faleminderit që jeni me dëgjuesit e Radio Kosovës. Shumë faleminderit për ftesën, jam krenar që gjendem këtu dhe ju faleminderit për mundësinë që më keni dhënë të... Faleminderit dhe juve që erdhet nga Gjilani për të qenë pjesë e emisionit Universi Letrar. Faleminderit. Keni të botuar deri tani disa libra. Cilat janë tematikat e librave tuaj? Po, në rrugëtimin tim letrar, deri tani kam shkruar disa libra, sikur që thatë, libra me tregime, shfaqje teatrale, poezi, thënie, pastaj një roman, kam shkruar romanin Plisi dhe një libër pak si të veçantë, Pak filozofi. Në çdo vepër timen kam dashur që përmes vargjeve, përmes rrëfimeve, t'ju jap zë krenarisë sonë, vlerave kombëtare, por edhe përpjekjeve tona, synimeve tona, por sidomos edhe triumfit tonë, pra arritjes së lirisë tonë të lavdishme. I keni përfshirë në titujt e librave filozofin, teatrin, macën, shtrigën, Plisin dhe Tingujt e zemrës. Pse pikërisht këto? Po, duke filluar në krijimtarinë time, ju e përmendët Tingujt e zemrës, sepse janë tinguj vërtet të zemrës, pra aty ka përmbledhje të poezive, poezi nga tema që më bëjnë krenar, tema që më preokupojnë, por edhe tema që më frymëzojnë, e sidomos për nënat kam shkruar në këtë përmbledhje, për nënat tona heroina që e bën kthesën e madhe historike, që e bën lakun e madh historik drejt arritjes, drejt triumfit kombëtar. Për shembull kam shkruar aty për nënat poezinë ato nëna, ose poezi Një ditë, ose Kthimi i papritur. Pastaj kam shkruar edhe poezi për fëmijë, për natyrën, poezinë muajt, ku i kam përfshirë të gjitha muajt aty duke e përshkruar në çdo varg kohën dhe stinet e vitit, dhe shpresoj që kjo poezi të përfshihet një ditë në abetare, sepse besoj se e pasuron abetarën tonë. Po, filozofin, teatrin, macën, shtrigën. Shumë e vërtet, në librin Macja Arte është një libër që ka të bëjë domethënë me realitetin, por edhe me imagjinatën, aty përzihet imagjinata me realitetin, dhe në këtë libër besoj se fëmijët, sidomos lexuesit e ri, mund të mësojnë se trimëria, zgjuarësia, guximi janë qesi i fitoreve, dhe aty kam bërë një trilogji pra me macën dhe shtrigën, pastaj Macja dhe dhelpra dhe Macja dhe qeni arapi. Ndërsa në librin Pak filozofi, ky libër është pak si i veçantë, në këtë libër nuk kemi të bëjmë asgjë me vargje apo me rrëfime, por ky libër, sikurse që e përmendet edhe ju, është një lidhshmëri ndaj meje dhe këtij libri, sepse unë me profesion jam ekonomist, por pasioni im është pra leximi kryesisht, por dhe shkrimi, siç po shihet, dhe në këtë libër e kam shkruar se pse ne si popull e arritëm gati se pothuaj të pamundurën, lirinë, dhe tash nuk po mund të arrijmë zhvillimin e vendit në nivel evropian e përtej. Edhe pse ajo është i mundur. Dhe unë besoj, si ekonomist, besoj thellë se nëse ne e krijojmë një mjedis të favorshëm për investitorët, me cilësinë arsim, siguri ligjore, sociale, me infrastrukturë moderne, unë besoj thellë se kapitali do të mund të rrjedhte më lehtë e më shpejt drejt vendit tonë, dhe ai kapital do të mund të shndërrohej në një zhvillim të hapshëm, të vrrullshëm, ku besoj se secili qytetar do të mund të gjente një vend pune me dinjitet, ku i mbulon të gjitha nevojat personale, elementare, dhe besoj se askush nuk do të duhej ta braktis vendin për të kërkuar një vend pune jashtë shtetit tonë. Unë besoj thellë se kjo është e mundshme, por që në vitet e fundit nuk ka ndodhur kjo, sikurse që po shihet, sepse na shohim gjendjen tash tonë aktual në vendin tonë, është vetëm një pasqyrë
e cila na reflekton se çfarë kemi bërë në 2 dekadat e fundit, se am bërë punët e duhura në momentin e dur dhe se sa kemi arritur. Unë besoj si ekonomist se nëse ne nuk e kemi primare zhvillimin e vendit, pra ekonominë tonë, ai nuk do të mund të zhvillohet kurrë, sepse nëse ne e zhvillojmë vendin sikur se në 2 dekadat e fundit me një prioritet sekondar, sikur që po shihet, se domethënë primarja besoj se ka qenë në vitet e fundit edhe ajo është reale, besoj se secili qytetar është duke e parë se primarja është arritja e pushtetit dhe vendi me apo pa dashje është duke mbetur sekondar zhvillimi i vendit dhe ne jemi zhvilluar, nuk do të thotë se ne nuk jemi zhvilluar, po ne jemi zhvilluar aq sa vendi ka mbetur domethënë më i pa zhvilluar në Evropë. Me hapa shumë të ngadalshëm. Me hapa shumë të ngadalshëm, kjo e tregon sekondaritetin, kjo e tregon se të gjithë ata të cilët dashtën të arrin primarën e tyre, të arrin idealin e tyre, të arrin vizionin e tyre, e arritën pra. Ajo ka qenë primarja, domethënë koltuku. Por që edhe vendi është zhvilluar, por vendi është zhvilluar aq sa ka mbet e pa pikturuar diçka në kokë, se kur pikturohet pushteti në kokë, kur pikturohet koltuku në kokë, mbetet shumë pak vend për zhvillim. Dhe ne jemi zhvilluar aq sa ka mbet vend në kokën tonë. Edhe nuk është ndjek ai rrugëtimi, ai testamenti ynë, sepse sikur që e përmenda, ne jemi një popull që e kemi arritur të pamundurën. Pra ne e dim rrugën, edhe ne e kemi të shkruar testamentin gati se pothuaj i vetmi popull në Evropë në historinë e hershme, në historinë e shkurtër tash 30 vitet e fundit. Por që ai testament, ai rrugëtim nuk është ndjekur në 2 dekadat e fundit, apo e shohin ato, sepse nuk e kemi mbetur shteti më i pazhvilluar në Evropë dhe kam dashur që në këtë libër pak a shumë të përshkruaj gjendjen se është e mundur nëse ne krijojmë një mjedis të favorshëm, ai do të mund të arrijë. Ne kemi pas raste, për shembull, i kemi pas udhërrëfyesit tanë, mendjedriturit tanë, të cilët na mësuan se si përdoret gjithçka drejt arritjes. Ata na inkurajuan, ata nuk kishin fuqi ekonomike apo mbi natyrale, si presidenti Rugova, si Bacat Adem Demaçi Jashari, por ata e patën ata na treguan rrugëtimin se si mund të përdoret gjithçka si shteg drejt e arritjes. Veprimet e tyre na inkurajuan tërë popullin se si të përdorim gjithçka si shteg drejt arritjes, dhe që nga pas lufta ne po e shohim se veprimet e pushteteve tona janë fatkeqësisht inkurajojnë rinin që ta blenë një bilet, një kafshë për Gjermani. Zotëri Arben, ju jeni ekonomist me profesion dhe studimet i keni mbaruar në Zvicër. A ju ka kontaktuar ndonjëherë dikush nga Kosova, thjesht për të këshilluar me juve, ose ju kanë dhënë ndonjë ofertë që të vini të kontribonin në Kosovë, qoftë në Prishtinë, qoftë në Gjilan, që jeni nga Gjilani? Jo, kësaj muj me përgjigje shumë e shkurtë, jo. Po, është përgjigje shumë e shkurtë, jo, nuk ka. E thash këtë sepse keni studiuar atje, të gjithë e dinë që Zvicra është një vend shumë i zhvilluar ekonomikisht, me një sistem shumë të mirë të jetesës, dhe derisa ju keni një përvojë atje, është e vërtet. Të paktën t'ju merr dikush si këshilltar, me që jeni ekonomist, që si tecim tutje. Është e vërtet, na sidomos diaspora, jo, nuk më ka kontaktuar askush, por ne diaspora, ne kemi kontribuar gjatë luftës, pas luftës, para luftës, gjithherë. Dhe ju jemi mirënjohës për atë. Gjithherë, është e vërtet, edhe populli është mirënjohës, secila familja është mirënjohës, ne mund ta japim kontributin ton, po edhe aty është një ngecje fatkeqësisht, sepse vetë diaspora jon e ndritur, dërgon miliarda në Kosovë. Pas luftës. Po ata miliarda, dhe këtu kemi një ngecje, sepse ata miliarda të cilët hynë në Kosovë, ata qëndrojnë vetëm aq ditë në Kosovë, derisa diaspora të kthehet në vendet ku jeton. Dhe prej atij momenti ata miliarda e kanë kaluar atë kufinin ton dhe kanë shkuar në xhepat e atyre të cilët eksportojnë drejt vendit tonë, sepse ne kemi një disbalancë shumë të madhe import-eksport. Pra nuk janë krijuar kushtet e favorshme që së paku të krijohet mbi vlerë mbi ta,
sepse ata miliarda vinë, ato tolla, ato parja diasporës tonë, e cila i çon për vendin tonë, ai nuk i çon për vendet të cilat eksportojnë drejt vendit tonë. Dhe ajo është një ngresje shumë e madhe, se nuk po mund të shfrytëzohen ata miliarda që të krijohet mbi vlerë, që ata vendet të krijohen vende të punës këtu me dinjitet. Për ata e kam shkruar këtë librin pak filozofi, pra ky s'ka të bëjë asgjë me vargje, ku ta diun, pastaj kam shkruar dhe libra të tjera, sikurse Plisi, që romani Plisi, romani Plisi. Një rezume të përgjithshme të shkurtër për romanin Plisi na jep. Po, romani Plisi, vetë titulli romani Plisi e zbulon se, domethënë, është qëndresa jon kombëtare dhe simboli jon kombëtar, pra simboli jon kombëtar, dhe rreth simbolit ton kombëtar kam përshkruar aty pikpamjet, kam përshkruar përpjekjet tona, synimet tona nga këndvështrimi i Mërgatës. Një pjesë e madhe përshkruhet në Mërgatë, ndërsa një pjesë tjetër këtu në Adhe, dhe aty kam përshkruar, sikurse që thash, dhe aty përzihet në disa vende imagjinata me realitetin. Subjekti i këtij romani është Ili, një djalë i pashëm, i cili ka vizion dhe ideal për arritjen e lirisë. Dhe ky roman mund të lexohet online ose falas në faqet e mia sociale, ose është edhe i shtypur në letër. Të gjitha librat e mia mund të lexohen falas online në faqet e mia sociale. Shumë mirë. Jeni ekonomist me profesion, se po e përsëris dhe një herë, dhe ndërkohë vazhdoni të shkruani libra artistik, dy të ndryshme. Është shumë e vërtet është, po unë nuk shkruaj që 2 vite apo 3 vite, unë edhe si fëmijë kam shkruar poezi, pastaj nuk kam shkruar një kohë gjatë, po inkurajimi dhe frymëzimi i vendit tonë, domethënë tingujt e zemrës, janë tinguj zemre, pra sidomos 15 vitet e fundit më ka shtyp prapë që të shkruaj, më ka inkuraju temat cilat më ballafaqojnë, migrimi i madh, kam edhe për migrimin disa poezi, që mund t'i lexoj 2-3 nëse doni më vonë. Pastaj kam shkruar për nënat tona, të cilat e bën kthesën e madhe, ato janë tingujt të zemrës, pra vargje zemre. Dhe këto më shtyn, domethënë kjo është edhe plus gjuha shqipe është gjuhë e poezisë. Gjuhët e tjera janë si stoli, ne i kemi si stoli, kemi gjuhët që flasim tjera, pa ato janë stoli. Ndërsa gjuha shqipe është poezi, sepse është gjuha e cila tingëllon, ka melodi. Dhe kjo më bën. Absolut. Nuk ngjan me asnjë tjetër. Absolut. A e keni të përkthyer apo mendoni ta përktheni ndonjërin nga librat tuaj në një gjuhë tjetër, me që ju i flisni disa gjuhë? Macja Arta është shkruar në 2 gjuhë, në gjuhën gjermane edhe shqipe, edhe romani Plisi është shkruar në gjuhën gjermane dhe shqipe, të tjerat jo. Sepse poezitë emocionet dhe poezitë emocionuese, unë besoj vetëm në shqipe tingëllojnë ashtu që zgjojnë emocione, për ndryshe në gjuhët huaja kur e përkthejnë nuk ka më emocione sikur në shqipen. I humb. Se ndjenjat, rima, ku ta di unë, emocionet e bëjnë atë poezin, pastaj më tha që në librin e fundit të botuar, që është për fëmijë, ilustrimet i keni përdorur me inteligjencën artificiale. Cili është mendimi juaj për inteligjencën artificiale në letërsi? A duhet t'i friksohemi apo? Jo, nuk duhet t'i friksohemi as pak. Unë këtë libër e kam shkruar para 10 viteve, trilogjinë, por për shkak se unë nuk di të bëj ilustrim me dorë, ashtu si domi, edhe kjo mundësia me inteligjencën artificiale, provova dhe funksionoi ashtu si kam deshur mja për 7 tregimeve. Edhe nuk duhet t'i friksohemi jo as pak, se unë vetë kam provu se sa shkruan poezi ChatGPT, pse poezitë e mia nuk janë shkruar me tash, po janë të shkruar që 15 vite, 20 vite nuk kemi pas, domethënë. Jo, nuk ka ekzistuar inteligjenca artificiale, por nuk besoj se nuk e di mas 3-40 viteve se çfarë ndodh, po për momentin inteligjenca artificiale nuk mund ta zëvendësoj njeriu. Nuk besoj, por mund të përdoret për ndonjë drejt shkrim ose ndonjë
sugjerim ose ndonjë email që e shkruan, ndonjë sugjerim tjetër, ndonjë fjalë si ndihmë, si asistencë. Si asistencë besoj se dhe mund ndihmon, se përndryshe nuk mund të shkruaj poezi apo tregime ashtu si ne i duam me emocione. Sa jeni aktiv ju shqiptarët në Zvicër, kam fjalën në aspektin letrar. A organizoni shpesh apo hiq? Ka organizime letrare, drejtën me ta thonë unë për vetën më tepër mirem online me këto gjëra, domethënë se kjo është pasionim, nuk është puna ime, po pasioni im, edhe pse i kushtoj kohë. Ka organizime, po unë fatkeqësisht për shkak kohës jam i angazhuar ma shumë se 100%, nuk më lejon koha që të merrem shumë me to, por online mirem gati se po thoya çdo ditë me letërsi. Po, a keni mundësi të paktën kur vini në Kosovë ta përcjellni krijimtarinë letrare që krijohet sot në Kosovë, me qenë se jeni dhe veti kësaj fushe? Po, unë i përcjelli shkrimet cilat shkruan edhe nëpërmes rrjeteve sociale ku botohen, edhe përmes faqeve të ndryshme letrare, i përcjelli edhe poetët, i përcjelli, i ndjeki ata, i shikoj se çfarë shkruajnë me kënaqësi, por pjesëmarrje nëpër ku ta di unë shfaqje të ndryshme letrare për shkak kohës nuk ka marr pjesë. Cili do të jetë libri juaj i radhës, i cili zhanër? Pyetje me vend, kam poezi të ndryshme të cilat nuk i kam botu, nuk e di kur botoj, këtë vit e kam botu librin e fundit Masja e Artë, tash të shohim vitin e ardhshëm. Po, do të thotë përsëri nga ju presim poezi. Besoj se mas shumë ti poezi, po. Po, poezia më e vështirë. Poezia është e vështirë, po poezia për mua është diçka emocionuese, diçka momentale, edhe pse poezitë të cilat besoj që ju pëlqejnë lexuesve, shumicën e poezive i kam shkruar për momente, aty kur më ka prek muza dhe kam shkruar poezinë, po ka poezitë mia të cilat për shembull për nënat kur i shkruaj, ato nuk i shkruaj për shpejt sepse ato dojnë pastaj gdhendje. Se aty është respekti i madh, është krenaria e madhe dhe çdo pikë, çdo presje duhet ta ketë domethënien e vet. Para se ta përfundojmë bisedën, ju kisha lutur që ta zgjidhni një poezi për nënën apo për çfarë duash që ta dëgjojnë dëgjuesit dhe ata që po na shohin. Po, mu t'i lexoj poezin për shembull për nënat, ato nëna. Shumë dhimbsen ato nëna që s'patën fat në shkollë të shkonin e në vend të abetares ka pëndrapri në artë punonin. Edhe në ara edhe në shtëpi, laj, fshije, misër bluaj, me njërën dorë rritën fëmi e me tjetërën magje gatuaj. Oh, shumë dhimbsen ato nëna që rritën trima e vetë vuaj, rritën vajza e rritën djem, prap i lani këndhet huaj. Shumë prej tyre na kanë lënë, disa të tjera ende janë gjallë. Ah, ato nëna sa shumë për ne bën, veç një nën sa një mahall. Pra, këtë e kam shkruar për nëna tona heroina që kam bërë. Heroina dhe vazhdoni të lartësoni nënën shqiptare përmes këtyre vargjeve. Patjetër, ato e kam bërë, domethënë atë kthesën e madhe historike që na edukuan me një frymë adhetare, me një frymë progresive. Dhe ato natyrisht se duhet ju kushtojmë rëndësi të madhe dhe respektin më të madh. Se pa nënat nuk do ta kishim besoj as lirinë. Kanë dhënë kontribut të vazhdueshëm si në luftë, si në liri, sot gjithashtu në këtë jetë dinamike, në këto kushte shumë e vërtet. Unë kisha dashur një të shkurtër me lexuar për nënat prap. Një ditë desha të shkruaj diçka të mirë, diçka të plot që na gëzon. Sa shumë u mendova, në fund veç fjalën nën shkrova. Sepse ai përmbush të gjitha. E gjitha. Një porosi para se ta përmbyllim bisedën për sot për të rinjt.
Për të rinjt tanë, porosia ime më e madhe është që në 2 fjali që të lexojnë. Nëse nuk lexojnë, s'pari kisha propozu që të lexojnë libra shkencor. Nëse edhe libra tjerë, natyrisht. Po. Ma mirë me lezu se hiç mos me lezu. Po nëse ju vjen mërzi me lezu, se ne jemi një popull na vjen mërzi kanjherë. Nëse ju vjen mërzi me lezu, sot ke mundësi aq shumta në aplikacione mund të dëgjojnë librat. Po. Prap nëse ju vjen mërzi me dëgju 6 orë, 5 orë një libër, le të lexojnë për mbledhjet e librave, 10 minuta. Vetëm 10 minuta çdo ditë nga një përmbledhje ose çdo ditën e dytë një përmbledhje të një libri në YouTube ose në aplikacione tjera, unë besoj, ata do të avrej shumë shpejt, mbrana gjysmë viti do të ndryshojnë për së miri. Vetëm 10 minuta në ditë, një përmbledhje. Qofse ju vjen mërzi me lezu libra të shtypëra, apo t'i dëgjojnë me orë të tëra, atër vetëm 10 minuta mjafton. Mjafton. Një përmbledhjet, një libri, çfarë do që t'jetë. Nëse s'keni për të shtuar diçka, unë ju falenderoj shumë që erdhët sot në emisionin Universi Letrar. Të uroj shumë suksese dhe ju presim përsëri në studio me sukseset e reja. Shumë faleminderit që ashtu kaloni mirë.